Allahu Azza wa Jall kur I ka livdu muslimanët e parë, ka thonë rijalun, burra. Burnia musliman duhet me kanë të muslimanët. Nuk guxon muslimani mo vrejt kur që nuk I ka tiparet e burnisë. Do me thonë, muslimani nuk ran, nuk tradhon, për shkak se selshon burnia tina, nuk I ka hije. Ai çka po du sot me thonë, kujdes me fjalën musliman. Është burrin 40 vjet, ma ban Allah që I përmeni këto shprehje, burri 40 vjet, ta ban loçkaman. Ka I kna mësuna këto fjalë. Kjo nuk kanë burni kor, as nuk I ka hije burrit me folë kështu. Ti e lokom, ti e hiqni këto. As nuk I ka hije burrit, as nuk I ka hije gruas me folë kështu. Do me thonë, mes njerëzve, Rasulullah Muhammed alayhi salam njëherë me një situatë ju ka thonë sahabëve sikur të kishë reagu, me ndërhy me një situatë. I ka thonë njani për sahabëve, ka thonë ja Rasulullah, sikur të me kishë bo pak me isharet, me sy, me mimik, me dhe me reagoni. Ka thonë Muhammed alayhi salam, nuk I takon kjo Rasulve. Nuk me gjlis bura ja ban me syja tina. Me gjlis 4-5 bura ja ban me syni burit aty. Nuk I di ka këna mësu këto. Me të vërtet, çuditna sa shumë këna ndryshuar si shqiptar. Ma kjo nuk u kanë cilësia jona si burra, s'ke pak si muhabetesh. S'ke gjetë mes burnis njerëzve, shqiptarve, aq më pak të muslimanve. Rijalun, burra. Burnia musliman duhet me kanë të musliman. Bani spatë burniti të sënë lidhë islamin, sënë manë islamin. Islami don burra. Me 15 vjet I ka pri ushtris, me 15 vjet halat të shpik thanje, që s'po du me I përmen. Kujdes me këto musliman.